konsultuar jemi me zotri Muhamet Nikshin. Zotri Muhamet, apo na tregoni cila është detyra juaj sot? Faleminderit për emision. Detyra ime dhe shokëve të mi ishte për ta bërë një ekspozit vlerësuese të racës autoktone Deltari i Lirë, i cili në kohët e fundit ka qenë në zhdukje sipër në atë aspektin autokton nëse shiqojmë. Por në angazhimin tim dhe disa shokëve të mi, raca ka filluar të rikembet, ka marrë një rikembje më të gjerë, përpos neve në Kosovë, ka interesim të madh se edhe qenë autoktonë në Shqipëri të evidentohen sikur që është bërë në Kosovë dhe të ruhet. Në Shqipëri kemi qenë të përngjajshëm me tanë, të cilët përbojnë një racë tjetër, e cila quhet raca qenit banit shqiptar. Ndërsa raca autoktone në Kosovë quhet Deltari i Lirë. Sa është të kënaqur me pastërtinë e qenit shorit sot me shfaqjen e tyre? Sot të marr parasysh që jemi ende në fillim faqe të kënaqur. Duke parë se kjo është një formë e re, e cila ka filluar tani të bëhet seleksionimi i racë, na është dashur të bëjmë disa lëshime, por mos të jem rigoroz, kryesora të jem drejt e jo tashpër vlerësime. Kem të duar që të shkojmë në atë mënyrë, të bëhet vlerësimi sa moral, që mos atysh në fillim mos tjetë dëshpëruar, që herën tjetër të vret diçka se të ata mund të paraqes që i bëhet të jenë pa kënaqur që mos i bëhet për inati ose ku ta diune. Ato shkaqet personale ose vlerësimet personale duhet të udhën poshtë, do të bëhet një vlerësim real i cili na shpihet të një racë të fuqishme që mund ta kultivojmë brezat të ardhshme, duke pas parasysh se përpara njerëzit kanë marrë deri në 10 sish për t'i ruajtur bagetin, tani bagetia është në zhdukje sipër, numri qenëve është pakësuar, për duke ju faleminderuar dashamirëve të shumt raca është në këmbë, e cila për një periudhë shumë të shkurt do të jetë shumë kvalitative. Cila është e mira e kësaj ekspozite, e kësaj sfidate të themi? Çfarë dobi e ka për gjithë ata që vlerësohen me nota të mira? Këta qenë të cilën evidentohet dhe ka notën 4 dhe 5, do të merren në seleksionimin e ardhshëm, do të evidentohen, do të jenë libra AMS të regjistrimit që bën në gjithë botën, edhe është etapi i parë që kjo ekspozit të paraqitet edhe në FCI, nga një anë të na pranojnë sikur Federatë Kineologjike e Kosovës pranë FCI-s, por krahas saj edhe raca jonë autoktone të pranohet si racë e pastër, bën një anë të jetë Kosovë dhe Shqipëri. E jo të dikush tjetër ta përvetsoj, e cila nuk është autoktonësi e tyre, por të cilët kanë llobet e tyre të fuqishme politike dhe çdo herë kanë përfituar racat të cilat nuk kanë qenë tyre i kanë bërë autoktonë. Në të moment përveç juve, po në patë dhe juri, me siguri është juria profesionale, por a na tregoni pak në prezentu kush është në ata? Gjatë periudhës 20 dhe në 30 vjeçare që ne kemë bërë me disa kolegë regjistrimin e qenëve në përgjithta trojet e Kosovës, kemi hasë në njerëz të cilët në mënyrë ta quajmë empirike, mënyra empirike e seleksionimit dallohet nga ajo shkencore kineologjike, ku njerëzit vetëm duke parë se qenë të cilët kanë treguar suksesin më të madh në punë, do të thotë në karakter për ta ruajtur bagetinë këtu, është bërë seleksionimi i tyre, ndërsa në mënyrë shkencore kombinimi i përvojës tyre shumë vjeçare dhe metoda të reja kineologjike kanë sjellë deri te një bashkëpunim, po marr parasysh për kramosha që kemi ndryshim në gjenerata, po përvoja atyre edhe për metodat bashkore aplikative të kineologjisë do të sjellin te një rezultat shumë të kënaqshëm. Ishin zotri Adi Petlla, doajeni i kineologjisë kosovare nga Prizreni, dhe zotri Halim Bazda, që unë shumë herë të kam bërë reportazha, i cili gjatë karrierës vet ka pas afër 50 deri 100 qenë kualitativ, ndërsa familja e tij ka mbajtur edhe 400 deri 500 deri. Zoti Muhamet, unë pash edhe një revistë
Apo na tregoni pak për mbajtjen e kësaj reviste dhe kuptimin ose mesazhin që bën në përcjell kjo revistë. Revista kinologjike, krahas kësaj, prezantojmë edhe disa raste tjera autoktone që në humbje sipër juve që qenë, është domosdoshme për njerëzit të edukojnë në aspektin kinologjik, edhe njëri ndër kushtet për pranimin FCI është që federata dhe ta ketë revistën e vetë, këtë dokument që federata jonë merret me një problem i cili është i obligueshëm në dokumentacion për aplikimin pranë FCI-s. Zoti Muhamet, për fund, një vlerësim të përgjithshëm për pastërtinë e racës edhe performancën e qenëve. Duke parë parasysh se ende s'kan kaluar 10 vite që Kosova është ndaga lufta, në periudhën e fundit mund të jem shumë të kënaqshëm, duke parë parasysh se është një periudhë shumë e shkurtër, për krijimin e një linje të qenëve duhet së paku 10 vjet. Pastaj fazën e parë kem kryer me sukses. Faza 2 do të jetë shumë më e lehtë, duke pas parasysh që inkuadrimin e numrit më të shumtë të rinjeve, të cilët do të nënimojnë neve, të cilët në fillim ishim shumë të pak. Edhe nga ana tjetër, veçlinjat gjenetike deltarit ilir janë krijuar, edhe besoj shumë shpejt, edhe federata jonë kinologjike, edhe pa tillë jam duke bërë shoqata kinologjike shqiptare është krijuar në Tiranë, por ta krijojnë edhe atje një federat, duke pas parasysh se në Shqipëri është ky aspekt pak më i palur se sa në Kosovë, edhe bashkarisht në qoftë se nuk mund të futemi ndaras, bilet e një shqiptar ta kenë një federat pranë FCI-s, 2 raca autoktone minimum, duhet merrem edhe me raca tjera të ndjekësve, kemi edhe afsh tjera të cilat janë autoktone për të keq unë çdo kur hasi të lexoj për to, nuk janë autor, nuk janë shqiptar, janë tjerë. Konkretisht nëse me lejohet për gjedhin ilir, unë rastisht kam lexuar disa libra të viteve 1930, standardi është bërë në vitin 1915, edhe këta nga zoteknik e Serbisë. E asnjëri nuk ka punuar për shqiptarëve ta bëjë një standard tillë, që është tmerr. Po të marrë të harume edhe me cekë, sa një të kënaqëm me numrin e pjesëmarrësve, a ishte numri i bollshëm? Numri ishte nuk kemi pritur që do të jetë numër aq i madh, për atë arsye se kjo është era parë, por nganjëre nuk lua rol edhe numri sa edhe kvaliteti. Por sot mund të them se ka pas edhe kvalitet edhe numër. Gjithsesi duhet të jem të kënaqur. Në të moment të faleminderit shumë dhe të falenderoj shumë edhe shpresoj që do të ketë si një iniciativë edhe në tavë. Faleminderit edhe për juve, herën tjetër e kem në plan një në Kosovë të mbahet ose në Prizren ose në Ferizaj, edhe një gjithsesi në Tiranë. Faleminderit. Çfarë të mund na flisni për organizimin e sotëm, si rrjedhja, a jeni të kënaqur? Po, kryesisht mund të them se ne jemi të kënaqur. Ka qenë një numër i konsiderueshëm i qenëve, do të thotë kanë qenë rreth 120 qenë, që s'kemi prit. Kemi prit diku me u bë një 50 praktikisht, janë bërë 120. Thjesht jemi të kënaqur me numrin e qenëve që kanë ardhur, gjithashtu edhe jemi shumë të kënaqur me mysafirët që kanë qenë prezent, do të thotë gjithë ata që kanë ardhur, janë sjellja ka qenë shumë nivel, që kemi treguar që nuk ndodh ndonjë kacafitje qenëve se ku e diun. Ne jemi këtu mundu me bon një rast 3, pasi që qeni në sharit, si po i thojnë gabim, qeni sharit dikur ka qenë i regjistruar si Ilirski ovçar në origjinale, që do të thotë në përkthim, si fjala i ovçar, ku e përkthen i nderuar i Zoti e Shoh Saracini si deltar, fjalën ovçar e përkthen deltar
edhe për ne ka qenë që ajo më e pranueshme edhe për njerëzve që jemi konsultuar me ta, del se është e pranueshme fjala deltar, po përveç kësaj, kjo fjalë ka edhe bazën e vet. Do thotë në popull ky lloj qenësh është njoft si qeni dhënë, do thotë qeni deleve, se në kinologji qeni duhet ta ketë funksionin e vet. Do thotë nuk mundesh ti një qenit mi thon vetëm qeni i sharit, atëherë se ka funksionin. E qeni çdo racë qenëve duhet ta ketë, nëse kinologjikisht duhet ta ketë funksionin e vet. Do thotë a është ndjeks, apo është qen lodër, apo qen përroje, ose ku i diun në ndarjet, gjitha ndarjet që bëhen sipas FCI-s, na pretendojmë spakut rruga jonë është drejt PCI-s. Sipas tyre ata i ndajnë qenë 10 grupe, edhe secili i grupi qenëve ka punën e vet cilën e bën. Në rastin tonë, ky qenë është quajtur qeni i dhënë për popullit. Kur nuk është quajtur qeni i sharit. Është quajtur qeni i dhënë se ka pas funksionin. Vitin 1939, ju shetin gjithë, është regjistruar si Ilirski Ovçar. Vitin 1957 është ndruar, është bërë Jugoslovenski Ovçarski Pasharblanina. Do thotë për qëllime politike është ndruar. Derisa tujt na ndrojnë, emrin ditë për çfarë qëllime është ndrojnë. Tash na gabimisht e kemi përqafu çat ide edhe kemi përkthy në mënyrë bukfale të gabueshme i thojmë qeni i sharit. Kjo është shumë e gabueshme pasi që njerëz kujtojnë që shari është te na ose ku i diun edhe neve na takon kështu, po kjo është pak më e komplikuar te racat se një racë i takon atij popullit ose atij shtetit cil e ka bërë standardin e racës, i ka bërë linja gjenetike të cilat duhet ta shtet, dikur kanë qenë 4, 6, e kanë shpërsuar edhe më tepër, do thotë duhet 8 linja gjenetike, spaku 600 qenë ti kesh librin e amës, edhe ti kesh qetë normalisht, që një racë është e jotja. Na, për Jugoslovenski Ovçarski pas Sharplaninat, që po i thonë qeni i sharit, as nuk i kem librat amës, as nuk i kem qend, as nuk i kem standardin, as edhe në qeni ju takon Serbisë, Malit, Zi dhe Maqedonisë. Tash e kanë fituar ata. Do thotë qeni na e kanë marrë, nuk mundem më ja marrë. Vetëm ja rrugë, cilën na mundem që këtë racë ta bëjmë tonën ose këtë racë ta regjistrojmë si racë 3 me emrin e vjetër tina, se ata si Ilirski Ovçar kanë hek vën vetë dëshirë, kanë hek dorë për emrin tyne, do thotë ajo është emri i lirë, mundem janë ose do thotë këto sa ne patentohen me regjistru si deltar i lirë. Raca ne si Federatë Kinologjike kemi filluar punën shumë më motiv. Po si të regjistruar kemi filluar do të thotë mas luftës, do të thotë prej vitit 2002, e këtej jemi të regjistruar si organizatë jo qeveritare. Pastaj jemi regjistruar vitin arenet limon pak mas 2002. Mas 2002 jemi licencuar ligji 2006, jemi licencuar pranë Ministrisë së Justicisë si Federatë Kinologjike e Kosovës. Ne jemi të mundu, kemi marrë shënime, kemi ndoshta më tepër se 20 vjet që mbledhim shënime në terren. Do thotë kemi bo matje të qenëve, kemi fotografi, kemi si qysh ka më na udhëzoi kraca. Edhe me metoda zooteknikës përmes njerëzve të tjerë, cilët na ndihmojnë që janë profesionalë në këtë drejtim, që na i kanë punuar. Ju falenderoj një njerit shumë të madh që punon në Gjermani, tash më dul me emri, Rifat Morinës, se se lëbë emrin, tash më kërkoj shumë ndjes Rifat Morinës, këto quhet. Ai me ndihmën e tina kemi arritë t'ia dërgojmë 70 mostra të brisit shtymës, edhe prej atyre mostrave e kanë nxirr kodin gjenetik të racës, e ka patentuar në Gen Bank ose ku deponohet ajo, si quhet ajo farë metode tyne, deponohet që mos më mujt me marrë këtu. Edhe derisa s'është bë Kosova shtet, ka mbet si do të thotë vendi i cili i takon ka mbet Kosova dhe Serbia. Kur ka kalu Kosova është shpall si shtet i pavarur, atëherë raca ka kalu ajo ajami Serbi është hek, është mbet vetëm Kosova. Do thotë na e kemi një përparësi se e kemi godin gjenetik të racës cilin Sharplaninci nuk e ka. Rëqent i kem, kodin gjenetik e kem, librin e amës e mbajmë, edhe pretendimi janë është që sparit ne po pretendojmë me u pranu në FCI si federatë sparit. Ato i kanë disa rregulla, jemi në kontakt me ta, ne i kanë paraqit disa kushte, do të thotë duhet me mbajt libra të amës, duhet me mbajt manifestimi kinologjik ky sodi që ishte, edhe pastaj me bo kërkesën me na pranu, ata na pranojnë spari me kusht, si gjithë tjerë, do të thotë pranohesh me kusht,
mas një kohë caktuar, nëse i plotëson kushtet, atëherë kalon si antar i plot me drejta të plota. Pastaj nëse pranohemi FCI, atëherë do të luftojmë që na pranojnë edhe racën, pasi që i plotësojmë kushtet me pas një racë tonë si deltari i lirë. Këto janë ato që po mundohem ne t'i bojmë, të linjat janë, libri jam është, na kanë betë vetëm i mbajt disa ekspozita ose që me i qujtë manifestimit filologjike, pavarësisht a janë racës deltarit të lirë, a janë gjitha racave që po pretendojnë të ardhmen me i bo, do thotë këto janë. Këto janë disa prej punëve të cilat i bën federata. Qëllimi tjetër janë është që në një farë mënyrë të edukohet popullata këtu në aspektin kinologjik. Unë mendoj, ndoshta po gaboj, po mendoj që mungon ajo gjë. Duhet edhe të aftësohen njerëz, cilët njerëz të ri të shkollohen në drejtim, deri tash ka qenë më tepër amaterizëm, do thotë s'ka pas shkolla. Tash kam dëgjuar që është hapur në Itali për kinologji kështu fakultet. Deri tash kanë qenë vetëm kurse edhe i aftësuar për kinolog gjyqtar. Do thotë për një racë caktuar, ose për një grup, ose për gjitha racat që allrounda që kanë ata gjyqtarë që aftësohen. Qëllimi janë është edhe ai, ne jemi në kontakt me Federatën Kinologjike të Kroacisë edhe të Maqedonisë. Ata do të na ndihmojnë këtë drejtim që na dalim kuadrat prej Kosovës në procedurat të cilat ata i parashojnë. Të shkollohemi dhe të aftësohen për gjyqtar kinolog. Këto janë disa prej. Sa për të mos keq kuptuar ndoshta nga shikuesit, kjo që zuri vend sot në pej nuk është vetëm një sfilat bukurie, por ka dhe qëllimin e vet, edhe regjistrimin e gjithë këtyre qendrave që morën pjesë. Po, shumë të kemi vend, pasi që në standardin e kemi bo, për të përcjellur rasa, se ka po shkon, do thotë ka deviju hiç prej standardit, apo ku janë gjërat të reja të qendrave, apo të plushve, duhet bëhen ekspozita të tilla dhe parashihen me standarde të FCI-s, parashihen mbajtjen këtyre sfilatave apo që shpequjmë në prezantim rangus nëse mundem me gjetë një fjallë adekvate, do thotë duhet gjithë qenë që vinë aty të maten, fotografohen, shihen, vlerësohen edhe sipas metodave, sipas metodave cilat nuk kemi zbuluar ne, por sipas metodave të FCI-s, notohen me poena, do thotë një qenë mund të marrë 100 poena të mundshëm. Edhe prej aty edhe ndohet sipas regioneve të trupit, do thotë për kokë, për qafë, për trup, për bisht, për kom, parat, mramat, për tipin e racës që çdo qimja, ngjyrat e gjitha ato. Edhe prej gjitha aty me poenave mbledhen çaj qeni i cili ka 85 për sipri, do thotë ai qeni ka notën 5. Ato ose notën 4 prej 74 tutje ose prej 68 tutje 3 ose deri te ata cilët nuk janë dëshirueshëm për seleksionim më të tjeshëm. Kjo lloj sfilate na shërben për çfarë arsye. Do thotë që me orientuar racën cilët bojnë mu seleksionuar, cilët nuk bojnë. Unë mendoj që ne do t'ja ndalojmë aty në pronarëve cilët e kanë qenin le ta dojnë prapë, le ta mbajnë si një shtazë, do thotë se secili qenë ka bukurinë vet, mënyrën e vet, po që truhet raca, që mund të bojmë atë tutje, që të shkojmë, që ta arrijmë efektin që ta kemi një rast uniformuese, do thotë që ti përngjan qeni të spakur ku tash është kemi parë mos ketë laramëni të madhe, atë duhet një kontroll gjatë seleksionimit. Kjo pikërisht ky lloj manifestimi na shërben për çata, do thotë i kemi marrë shënimet, edhe i kemi marrë disa që na ka marrë mendje që është e nevojshme të marrim si ti krahasojmë standardin e kaluar. Jo do të thotë ishit edhe njëri prej vlerësuesve personalisht, ndoshta marrë në mendimin çfarë mendoni sa ishte rasa e pasur. Po, desha ta sqaroj spari për me vlerësu një racë duhet të kesh i certifikum. Po në rastin e racës tonë, masi është e papranume, atë na lejohet që na t'i vlerësojmë vetë. Do thotë, ne kemi bën një kombinim prej disa njerëzve të cilët janë njerëz të mirë të racës dhe të kultivues të mirë të vjetër, do thotë zotin Halim Baza dhe zotin Adi Petlla. Kemi pas edhe një musafir, një ekspert zooteknikës, zotin Olci Qazimi, i cili është kryetari i shoqatës kinologjike shqiptare. Edhe ai ka qenë pjesë e grupit ose pjesë e ekipit për vlerësim. Kemi dashur që t'u bazu provojën e tyre që kanë qenë qetë dikur, edhe provojën sa do pak tonën cilin e kemi me metoda kinologjike tashmë bashkohore që t'i bashkëdyzojmë që ta nxjerrin në përfundim sa më komplet. Unë mendoj që sot kishte ekzemplar të mirë, jo të gjithë, po s'paku 50%
e kanë dhënë provimin si mas meje. Do të thotë që ka mundësi më punu. Do të thotë që qenë ideal nuk ekziston, pa pas në ritmet nuk ka. Ideal është vetëm standardi punohet. Një qenë kur t'ja afrohet standardit me qenë ideal, atër paraqitet problemi i ndrimit standardit. Duhet spaku duhet ma jashtë për standardit. Edhe ne me kohë do ta bëjmë edhe ata, se kemi lënë toleranca që me përfshin një popullat sa më të madhe të qenëve. E me kohë do të shkojmë ty i pastru, do të thotë me mbri një formë cilën na e dëshirojmë. Në stremet ju do të thotë, tani do bashkë diskutojmë pak me Arjanitin, sekretarin e shoqatës, për ndryshe me profesion në avokat, i cili sot ishte edhe moderator në ekspozitën e sotme. Apo na tregon pak funksionin e ju në shoqatë edhe në gjitha këto organizime. Në gjitha këto, fillimisht ju falenderoj për prezencën në manifestim, po ja se Saudi gjitha i shpjegojnë, unë fillimisht kisha pas dëshirë i falenderoj gjithë pjesëmarrësit, e ndi si obligim, për arsye se sinqerisht kemi pas një presion psiqik me rastin e organizimit këtij manifestimi, duke pas parasysh faktin se kemi pas të bëjmë me qenë në një shtazë e cila është pak si e paparashikuar kjo racë, duke pas parasysh se është racë pak ma dominante dhe ka pas një numër konsiderueshëm qenëve. Pastaj ka pas prezencë moshës më të ri të popullatës, fëmijë ka pas, mirë po sinqerisht të gjithë pjesëmarrësit kanë qenë përgjegjës për veprimet e tyre, kështu që nuk ka pas asnjë ekses. Federata si federat është fillimisht në vitat më të mëdha kanë kryetari Saudi së bashku me Muhamedin, që kanë kontribuar shumë këtë drejtim në thevelimin e federatës, si entuziast në punën e tyre, si që shpjegoi më herët para 20 viteve, kanë kontribuar me parandalimin e kryqëzimeve të pakontrolluara kësaj rase dhe prishjen e kësaj rase. Me Saudin fillim më herët dhe vazhdimisht i vizitojmë ekspozitat e ndryshme ndërkombëtare, kemi pasur rast të vizitojmë 2 ekspozita shumë të respektuara evropiane në aspektin kinologjik, në Eurotalk Show në Zagreb kemi qenë, pastaj ekspozita tjera në vende tjera rajonit nuk i vazhdimisht i përcjellim, kemi kontakte, duhet të plotësojmë këto kushte, cilat edhe Saudi, tendenca jonë është që të antarësohem në Federatën Kinologjike Ndërkombëtare FCI apo si që quhet. Po keni pas ndonjë mbështetje sa i përket organizimit? Sa i përket organizimit të evenimentit kemi pasur mbështetje nga Ministria e Bujqësisë. Mirë po mbështetja kryesore ka qenë nga prodhuesi i ujit të Rrugovës, nga pronari i saj Zotriu Bisar Kemendi, i cili financiarisht na kanë ndihmuar dhe jemi me një asë mjaft, i cili kemi hasur në një mirë kuptim të ai. Konsideroj se në tarmën edhe donator tjetër do të paraqiten, duke parasysh se kemi të bëjmë me një manifestim kulturor, cilën gjithë bota e mbar respekton. Bile në Shtetet Bashkuara të Amerikës çdo ditë minimumi 2 ekspozita mbahen në një shtet ekspozita të Tiranës. Atëherë duke pasysh faktin që tendencat tona janë që të bashkangjitem në Unionin Evropian, edhe kjo është një prej rrugëve. Dhe shpresoj që në të ardhmen edhe institucionet shtetërore do të na përkajnë, mirë po deri me tani entuziazmi është ai i cili na ka sjellë deri te kjo